I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Zero fucks given, zero fucks given, zero fucks given. Zonja dhe zotërim, faleminderit që na ndiqni përsëri. Kemi normalisht për të prezantuar prap sponsorat tanë General Maru Dermin me këtë shampo koke që doja bëjmë dhuratë të ftuarit ton, ta bëjmë çik spoiler, ta gëzojmë. Edhe ndoshta I sistemohet çik. Ato dy. Edhe me Delibrosin që e dashurojmë shumë dhe e konsumojmë pafund si dhe skincare-in. Kemi sot një të ftuar që është super cool edhe isha shumë entuziazmuar që ta kisha këtu se dija që dhe e di që do bëjmë klik. Marini, you know, po ta themi të plot. Thank you so much for coming, Zemra. Faleminderit. Thanks for being here. Tani, që dal direkt në temë. Të kam parë në disa video, në disa gjëra që ke kështu British accent. Pse ke British accent? Do ma shpjegosh Po na lidh pak kultura, edhe prek avion, se unë jam nga Hasi edhe. Marrë vesh, edhe lidhe British me Hasin. Edhe Ma shpjegoj çik si lidhen këto dy. po ku di kështu thonë, Hasi, Kuksi edhe Tropoja kanë shumë rob. Si qarku, po, qarku I Kuksit ka shumë rob. Që janë në Angli dhe ndoshta na ka ra pak prej kushërinjve plus. Unë 3 gocat I kam British. So. Okay. It makes no sense for me to have British children and they don't know how to speak British. E ke shumë theksuar për zotin. Po, e kam theksuar ndoshta se e kam praktikuar shumë. E kam praktikuar shumë. E gjej vetëm më shumë. Fakt unë kur isha në New York, Manhattan, unë na 3 herë pyet çfarë kur falsha në gjë, edhe më thoshin po ha, apo ha. Because I was not used to American accent. E kuptoj. Edhe unë kam pas probleme me thënë drejtën. Më përpara po tu takuar rob kështu edhe. Më dukte sikur nga trotallapa, për zotin, më dukte sikur ishin gjithkohë si të trash kështu, më kupton. I ham shumë llafe, Shumë përgjys. Ju fusni në I theks në American, you're You're for sure. Po sa vjeç ke shku në Londër? Unë kam shku në Angli, mas jam rrit. Kam shku në Angli për 2019. Që I bie sa vjeç mase? Po, hamon 2020, para 5 vjeç. Sa? I bie, kam qenë 22, 23. Okej. Po. Atëherë ke shkuar për të parë? Po. Po e flisi anglishtën? Po, shumë. Ço thua? Po në fakt, unë edhe backgroundin, edhe kam qysh prej I vogël. Kam shku në për kurse në për gjona kështu. E kuptoj. Edhe unë ndihmoj me theksin më shumë. Po dufte anglishtja se it's a key to the world. Normal. Shmund është me e gjithë ma kollaj. Edhe janë edhe shumë fjalë, për shembull, unë kur flas muhabet me shokët e mi, se kretë janë English focus. Edhe kur e foli në I fjalë, e më vjen ma letë me e gjithë anglisht, jo për punë portësh. Po vetëm vjen ma letë me e gjithë anglisht, se anglishtja ka po ma shumë variacion. Shprehish. Kështu? Po, atë kanë ndihmu për shembull me edhe në tekst, jashtëzakonisht. E përdor shpesh nëpër tekste, se më duket sikur më shumë të shqipja, po prap e fut shumë lojë. Ndonjëherë për shembull është ndonjë fjalë që sa merr të njëjtin klik. Robi kur e thot shqip, edhe kur e thot anglisht. Edhe mu më duket sikur ndonjëherë shumë e nevojshme. E kuptoj. Se diskutohet që do të jetë shumë e nevojshme. Plus sot tregu është më përpara kanë qenë njerëz ndoshta më fanatika dhe se s'kan ditë shumë. Po. S'kan pa dhe botë më sy, kurse tash ke YouTube-in ti, unë se di, unë kam gocat e mia enjoynë ato K-pop Demon Hunters. Enjoynë kështu rappers? They know all my songs. Sa vjeç janë, më fal? Milana është e madhe, and she's 5. Okej, Melodia është 4. Super vogla, okej. Po. Edhe Marina është 2 tash e bën 3. Marina, okej, me 6 në so tokë. cute. She's named after me. Inshallah s'bëhet dhe pere si baba. Inshallah s'bëhet, jena I çik problematik. Inshallah s'bëhet problematike do Po, posha. Jo më po pra, reper si baba, Po. kur të bësh reper, Pastaj të merr. të merr pak probleme. Merri çik. Me qika jo vulli, është si lum aty, është si lum, kur të futesh je me rrjedhën, E kuptoj. Prit, mos shkojmë akoma se do kaloj edhe aty. Tani 5 vite në Britani, tani je këtu, po jeton këtu. Jo, unë gjatë gjithë kohës kam jetu në Shqipëri, unë kur s'kam jetu në Britani, Okej. faktikisht.
normal jam i pajisur me dokumenta të rregullta, por që nuk e shoh të arsyeshme me shku me jetu atje, kur ti mundesh me qenë shumë më adapte, shumë më i mirë pritur në vendin tanë. E kuptoj, jem Se rahat. të shkojmë, po shumë më rahat edhe si me thonë janë, unë këtu për shembull muna me hapi derë që atje do të ishte shumë e vështirë ta hapër, se atje gjanat funksionojnë. Këtu mundohen të funksionojnë, por që ndonjëherë ka Janë një qik mrapsh. pa, ka një tik edhe ato tiket për shembull këtu i kalon shumë ma lehtë se në Angli, edhe se në Amerika, po jo. E kuptoj, po, Ti absolutisht. ti din vetë se më shku në emergency room në Amerikë, po të shkosh vetë, atje duhet me prit 4 orë, 5 orë në emergency room, E varet, sepse ke shku varet. vetë. Jo, kam unë rastet, në Angli, for example, if you call the ambulance and the ambulance come to pick you up, të marrin dorë automatikisht. Nëse ti shkon vetë, me këmbët tua te emergjencia, ato të thonë ulu se ka. Se Se me janë dëmoj edhe që je, 750 pacientë tjerë, E kuptoj. që do kontrollohen, gjë që në Shqipëri Nuk funksionon, se e është- kuptoj. është misfunksion, por që është në funksion të njerëzve. E kuptoj, por mendoj që edhe ndoshta kur i mëson këto rregullat kur jeton jashtë, pastaj di ti devijosh se si ti manovrosh. Po pra, mundesh me Se ti thirr mëson që duhet marrësh ambulancën ambulancën që ta fillon edhe i devijon këto gjërat. mu më duket shumë më e lehtë jeta në Shqipëri. E kuptoj. Shout të voma Po e Shqipës. këtë leti Allah se je i famshëm, a kuptoj, se mos qishe i Po famshëm. në fakt unë edhe s'jam e vetës. S'jam e vetës, për unë nuk dal shumë, nuk jam tip si dal shumë, nuk jam tip si kam shumë kontakt me botën jashtë edhe me pjesën e publikut, po në ato momente kur dal, jam ma shumë se i thjesht, shumë ma shumë se i thjesht. E kuptoj. Shumë ma shumë se i thjesht. Mund është më gjetë vetë 3-tin, vetë 4-tin, vetë 17-tin, I go out with my kids all the time, I carry them. Po. Dal. Edhe ata I take them jetojnë shopping. këtu, domethënë, Po, dhe familja. Po, Se everyone is here. grua jam the që Jeton këtu, ka qenë që 5 po, vjeç po, në- e vogël Po. atje, por që tash i kena zhvendos jetën këtu, edhe është shumë më mirë për të gjithë. a e ka Shumë të e folë mirë. me kështu gjys Jo, apo të folën flet e shqip ka, tamam? folën e ka si njërë hasjon. Ah, okay. Folë si hasjon. Okej, cool. Si jam mundon fare, se ka problem. Po ku jeni taku ju? Unë jam qysh i vogël me nusën, jam qysh fëmi, qysh 16 vjeç, 15 vjeç. Okej, Tash jam qysh 16, jam 27, jam 11 vjeç. marr vesh. So, është sikur është is a teen thing, si ka Kështu filluar fiksim as fëmijërie. teens, po, edhe we held it. Kena kriju respekt për njëri tjetrin Mashallah. edhe Mashallah. e kena respekti janë pjesa baze e çdo relacioni. Edhe me kuptoj. shoqërinë, edhe me familjen, Absolutisht. edhe me nusën, edhe me fëmijët. Respekti është gjëja kryesore, domethënë, nëse ka respekt, mundet me pas gjithçka, gjë, po. nëse s'ka respekt. S'mund më funksionu gjërat e tjera, është e kotë. Absolutisht. Me thonë, mendojnë që respekti është primarja për ta mbajtur një Se s'ban, marrëdhënie. se s'ban. Në gjë tjetër, kështu mi thuj 3 top things që e mbajnë një marrëdhënie. Respekti, me ngju njëri tjetrin, edhe me lanë me vepru njëri tjetrin që me e kuptu. E kuptoj. Da, se- Edhe çik intimitet, vlla, Po se po, duhet, s'diskutohet, tash jo, mos e le ja për marrë shembull, ata të bëjnë. unë jam figurë publike, po mundohem me sa mundësi kam, unë mundohem që domethënë nuk kaloj shumë kornizat, domethënë te familja. E maj brenda personit që kam brenda Marinit, am kupton. Nuk e maj mrapa emrit, fokusin nuk e kaloj te familja Po, ose te normal. diçka tjetër për arsye se unë nuk e di se ça dëshirash mund të kenë gocat e mia, rreth ato doj me qenë ose jo, pjesë e televizionit, edhe pse me jo imponu diçka. E kuptoj. Momentin që unë do ta marr vesh normal, që do jem përkrahas, do jem mbështetës për gjonat. E kuptoj që ato janë të vogla, po mendon se kanë njëna tendencën kështu. Po janë super tipa janë ato.
Janë të treja, e madhe me të voglen janë shumë, ngjajnë shumë me njëra tjetrën, edhe në paraqitje, edhe në karakter, por që janë shumë ndryshe me njëra tjetrën. Janë shumë njëjta dhe shumë ndryshe. Melodia është, ajo e mesit është ajo Që mendon problemi. Ajo është okay. Ajo do më thonë, po tjetë për kështu për person që i del përballë kamerës, mendoj që mund të ishte melodia. E kuptoj. Kanë gjaku për ta kuptuar. Po, ato i herë janë tash për momentin e kam menjen te kopshti. E kuptoj. Edhe shkojnë e takohen me ato shoqet, me ato shokët e klasës. Ju ka dalë ndonjëherë kjo tipja René Refo edhe keni thënë prit se që ka duke përdorur këto produktet e Maruderm, gjithashtu Note Cosmetics që është nën Maruderm, dhe keni thënë çfarë janë këto? Atëherë unë nuk dua t'ju tregoj çdo produkt që unë përdor sepse çdo tipologji fytyre ka diçka të ndryshme dhe ju goca shqiptare keni një tendencë që të kopjoni çdo gjë që femrat bëjnë, ndërkohë që çdo person ka stilin e vet, fytyrën ndryshe, tipologji ndryshe. Unë dua t'ju them që kjo firmë realisht nuk ka ndryshuar jetën për këtë një muaj që unë e kam përdorur. Nuk kam pasur asnjë breakout në fytyrë dhe fytyra ime është super si bebë dhe ka një shkëlqim që nuk e ka pasur ndonjëherë. Problematika e fytyrës, me thënë drejtën, nuk kam pasur, e vetmja gjë që kam dashur të shtoj në rutinën time ka qenë ky shkëlqimi që momentalisht kam make-up, po mund ta shikoni te videot e mia në TikTok që përgjithsisht janë pa make-up. E vetmja gjë që do rekomandoja që mund përdoret nga të gjitha ju është ky toner i fantastik. Okej, një kat këtu të lutem. Pastron qelizat e vdekura, zhbllokon poret që mos të kemi më akne, përdoret shumë për balancimin e fytyrës. Për shembull, unë kam pasur rozeshja ose këtë pjesën e rozë që të bëhet këtu për gjithë ju që nuk e dini, dhe më ka bërë të një trajtshme komplet fytyrën, dhe gjithashtu me shkëlqimin absolutisht, sepse kjo ka qenë gjëja më kriter në gjithë jetën time që të shkëlqej kur eci në rrugë, më kupton? Përdoret 3 herë në javë, në gjithë kjo shishe. Dhe unë jam super e lumtur, absolutisht që kam dhe produkte tjera, nëse jeni të interesuar për ato produkte mund të shikoni te faqet e mia, por siç ju thash, ka lloj produkte që ju ta përshtasni me fytyrën tuaj. Mund të futeni edhe te faqa dhe them që Maruderm zgjedh edhe natyrën edhe shkencën për t'i bërë këto gjëra sa më të bukura dhe sa më efikase për ne. Zgjidhni Maruderm. Ç'të ka ndryshuar ty për shembull kur pasi ke pas fëmijë, pasi ke pas parin, pasi ke pas dytin, mendon që ka pasur ndryshim karakterin tënd ose në qasjen tënde kundrejt familjes, shoqërisë, jetës, apo... Po, mund të ketë arritje, do më thonë, ti vetëm rritesh ndoshta si karakter, po karakteri është si bazë, mendoj, nuk kupton, është si fundament përpara. Normal. Ata që pastaj po vetëm mund të zhvillohet. Po jam qetësu pak. Okay. Qysh që më bë prind jam qetësu pak. Jam kanë pak më i lëvizshëm. Jam kanë pak më like I was a little bit more big-headed. Shumë. Po se të bëj tash jam qetësu, tash e shoh gjanat me si objektiv, nuk i shoh gjanat subjektivisht anymore. E kuptoj. Më pëlqen më shumë me dhanë se më marr. Se e gjej më shumë afeksion. Je bërë më empatik. Po, e gjej më shumë afeksion, do të thonë kur shoh njerëz të lumtur për që marrin prej meje. Unë sa herë tham, është një shprehje vetëm një ndjenjë më e mirë se ndjenja të marrësh, është të japësh. Absolutisht. Më kupton, më pëlqen, kam qef energjia me kom pozitive. Po si ke dalë ti në këtë konkluzion se për shembull ka shumë njerëz që punojnë shumë me veten për të arritur këtë lloj enlightenment, se kjo quhet enlightenment me vetë, e kupton? Si ka mundësi, se edhe më fal se nuk dua të bëj kështu krahasim gjinor, po edhe mashkull edhe është akoma më e rrallë që ta kesh këtë lloj mendimi. As nothing lasts forever. Po. Edhe jeta të kap edhe të përplas në për gjana që ty të ban me reflektu edhe nëse nuk reflekton, pastaj përplas në për gjana që ti doje të kishe reflektu, më kupton. Edhe unë jam tip që i provoj gjanat
do më thonë, më pëlqen ma shumë, ma mirë, me thonë pse e bana, sepse se bana. Edhe, kur kam qenë pak më i prap, pak më kështu, e kam provu, pastaj prap me veten teme, edhe me u qetësu pak e më najt, edhe e kam pasi, I never regret no day of my life, me being myself, as in not being cocky, not taking a piss with nobody, më kupton, mu ka duk vetja, më rahat në lëkurën teme. Po si ka mundësi? Se Po, çat ka bo kaq rehat? po, nështë tam ka bles zoti, po, jo, nështë ta po, unë mendoj se vetëm a shkon një blessing from God, se zoti më ka dhënë familje, edhe më duket një avantazh shumë i madh. Unë jam shumë pro familjes, jam shumë pro njerëzve, me bon me kriju familje. Familja është fundamenti i çdo gjaje, am kupton, Absolutisht. Pra mendoj që te familja është vazhdimësia, është gjaja që do shohim po, gjaja që do shohim mbrapa. E po mendoj familja as a blessing, më ka bërë me mendu se është pak ma mirë me kon. Do me thonë, in England they say the golden rule is treat others how you would like to be treated. T'ja përkthejmë që kështu just in case. Në anglisht, ato anglez do me thonë, se ne, edhe ne shqiptarët e kena, po unë se di se di trajtoj të tjerët, Si çdo dohet po, ti t'ishe ose, po, trajtuar. ja kanë shqiptarë, në fakt e kanë ato, malësurët e tonë kanë sare thojnë, do me thonë, kthej thikën më përpara ka vetja. Po, ne kemi Thojnë. qik më të dhunsh. Po, me muhabet thika shumë me gjaka. Po, thelbit pak në Por kapi që, po, Absolutisht. e mu më duket shumë e rëndësishme familja. Po mendoj, familja mund t'jetë kyçi që unë kam Vazhdo ndruar. s'ka gjë, nëse ke për tu përgjigj se montazhin e kena në dorë zemra. Ta kthej në Patjetër. airplane. Thank you. Të pëlqen që se thej që të kanë qetësuar çik gocat. A të pëlqej që jetë qetësu apo do doje që të kishe vazhduar edhe çik Sometimes I miss the old me, sometimes. But it takes a very special occasion to bring me back to my old me. Okej. I mungon ndonjëherë vetja miq. Na herë kam qef më u kthy, prap Ose po. kam unë të marr vesh, a kupton, po dua E që di, për njerëz që janë të na po, unë prap besoj se 90% e shqiptarëve, sidomos mas epokës telefonave, e me kuptojnë. touch, e kuptojnë, Po, jo ke dhe- kuptojnë qik, po e kuptojnë 90%. Po. 90%. Ju shkon menja pak, e ndjojnë pak intonacionin, janë bë pak më të zgjut në mënyrë Indirekt. mënyrë të menduarit, Po. jo ç'a shohin, vetëm e ndjojnë se si mund të ngjajnë në të thënë edhe e japin vetë e kuptoj. definicionin ato, po, kështu mendoj. Pastaj. Ti japin gaz. Prap se prap nuk është se edhe se di, unë gjuha shqipe, unë jam shumë fanatik e Shqipërisë, po kena shumë pak fjalë. Shumë mendon ti. Kena, po jo, kështu thot fjalori. Ç'a thua? Janë në anglisht janë 1 milion, more than 1 million words. Në Shqip se di se janë 30-40.000 fjalë duke Ç'a në gjithë thua se. mëra? Për Nuk e zotin. dija këtë Ore mos ta informacion. pyes qatin. Pyete një herë. I muhabet me qatin. O qat, Për ç'a flet me Çati. çatin? Ç'a shmo? për këto gjanat. A e përdor? Për këto gjanat, po. Sa unë tër ditën aty rriçaj hallet. Prit se kemi një moment çatimi. Mos dalim kështu, mos dalim me diferencë 100.000, 200.000, am kupton? Ja ta këshyrim. A këshyr, gjuhë shqipe. Sa fjali ka gjuhë shqipe, lim? Shpejt e shpejt i mendim. 36 shkonja, 30.000 fjalë. S'kemi... Qati është busy për momentin. Okej. Vjen qati, mrap. Anyways, let's go. E kemi live. Let's go. Okej. A? Për zotin. A, shef? Shu e pak gjuhë angleze. Kemi ca Edhe ka 1 zëra të milion plus. rënd këtu që Torba. që mos u kapni me ta E, për për atë zot. punë, më duket gjuhë angleze është ma kollaj më u shpreh. Kanë shumë variacion fjalë, për një fjalë, për një akt. A kupton, për një akt të vetëm ka shumë variacion. E kuptoj. Okej.
Do fillosh të na bësh ndaj çik rap anglisht së shpejti kështu sa më Po, shumë apo kam çfarë në fakt, mendon se do kam bësh? shumë këngë anglisht. Right now. Your Unë tash jam të release. përgatit, by the way, Ha, të japim diçka ekskluziv. ha, godit. For zero fucks given, because we give zero fucks. Let's go. Po punojmë për albumin e ri. Prap do jetë me Arizonin. I think you guys are gonna love it, se ka më pas shumë anglisht, për ato që ndjojnë anglisht. Edhe bota në anglisht, për ato që shkruajnë anglisht, është pak ma ndrysh, është pak ma... E Se vërtet. di, nështë grumullohen ma mirë me njëra tjetrën. Kurse për Shqip vetëm drill. Drill only. Po pse në anglisht do bësh drill ti? Po. Po më pas drill edhe anglisht, po në anglisht janë ma shumë kështu tema. Tema sociale. Po gjana kështu. Lovi, dovi. E kuptoj. Po ç'shpatet ti? Po. Apo alter egoja jote në anglisht do Po, dashuri? jo vetëm kam qef me ditë se qa mund më shkruajt anglisht për tema sociale, për gjana kështu. Jo për, se e di se qa mund më shkruajt anglisht për E drill. kuptoj. I know what I can write. I know I straight go to the guns, the girls, bad bees shaking it up. E këto gjana. Kurse për tema sociale se kam provu në herë tash. Me give Ta it a këshyri try. mirë. Ta këshyri mirë. Ta këshyri mirë. Po mirë, këto bad bitch shaking it up, guns, knives, Po, bla roses, bla bla. Guns N' Roses. Po, drugs, sex and rock and roll. I ke gjitha përjetime apo ca i ke dhe inspirime Jo. kështu për tekste, për gjona, kupto? Si funksionon kjo pjesa? Po jam 27 vjeç. Most of them krejt e kena kalu një fazë jetë, më kupton. Para se me nisë më shkrujt. Plus si mas si kena nisë më shkrujt edhe me o bon viral and famous and shit like that. Vetëm ashtu doza. So basically Tash, if you hear me in my song say, basically I shot somebody or I did this and I did that, it's not gonna be 100% true, but there is truth to Një it. farë lloj- po e kuptoj. Jo një farë lloj, but there is truth to it. Maybe it didn't spill blood, Po, maybe it just went, but it is e kuptoj. to an amount është shumica farë lloj është po, manipulimi, 75%, 80% e gjonave. Që në gjonë ma mërmenja se rapisti shkruan vetë. Edhe është shumë e lehtë me shkrujt për gjona që ti i ke përjetu. Because ti nuk thu qa do kish ndodh nëse do kish ndodh kjo gjaja. Si do t'isha ndiju nëse do kish ndodh kjo gjaja. Kur e ke përjetu, you know the feeling behind that. So you put the feeling on the paper, and whatever you wrote on the paper, you put on the song. E kuptoj. Edhe mendoj si del, edhe konga del shumë ma suksesshme. A mendon se duhet t'jesh qik gangster në thonjë sa që t'jesh reper i saktë? Ma kupton gangsterin, a Po, kupton... okej, se tash s'po unë, di që ta a mundna me them ty diçka, në thuje. ti e din vet, je rrit në Amerikë dhe di se Po. që tregu ka në Amerikë. Po, The best artist in America right now is some Canadian artist and it's called Drake. And Drake, po, it's a good mix of being a real artist, of being a bad boy when he needed to on the songs, se t'arrestosh, nëse t'arreston policia, nuk mendoj si, there's nothing to brag about. There's nothing to go for you and be like, oh, I got arrested. Yeah, you got time in jail. Your name's written somewhere. Now you can't fucking fly because you've been doing stupid shit. okay. So, unë mendoj se je ma zotni edhe ma i pëlqyshëm edhe ma i përqafushëm nga publiku. Kur je Kur ti, ajo djallik i kesh, gangster liku është më shfaqet në për gjona tjera. e kuptoj. We are entertainment, we are artists, ne Po. jemi artista. Po, Kush don mu morë me gangster like me gjona tjera,
Nuk del me bone për kong, lapa, E kuptoj, pa ja e kërset. kuptoj. A të kuptu. Po si So, basically, jo krejt, nuk duhet më morë çdo gjë seriozisht, po kur thu diçka, you have to back it up. That's what I'm saying. Po, ti, a ma mirë më konë një person si you can back up, you can back up whatever you talking, e kishin po, ta di njerë si ti munesh me i shëndru fjallëve tua, po jo me shfaq, qa thuti në përkong, me i shfaq njët përditshme for no reason. You need to go, s'di me bon lafë me shqicin e lagjës. Po. Të lagja, pa lidhe ti bon si gangster, shumë në marini. Ai 70 vjeç, s'nje fare. Po, pse për shembull gangster ose në aspektin që kjo jeta që me çfarë po kuptoj unë se sot një është thellë, po më thua për shembull që shumë këto i ke paca gjona se të paktën minimalisht 50% e gjërave që ti ke thënë në përkong. I stand by my word, minimumi 60-70% gjonave I've been part of it. Po. Edhe 100% gjonave janë gjona të rrethit. Po. Janë gjona si ka kalu dikush një shok i emi si unë rri dhe ha dhe pimë ta. Absolutisht. A e konsideron ti jetë rrugë këtë në thonjza? Po për shatë punë thash nuk duhet më kanë rrugaq. Jo, s'po them rrugaq. Po, okay, you don't have to be thug. You can't be thug. Thug, no good. Gangster, no good. E kuptoj. Mafia, very good. E kuptoj. Ti tani ku e fut veten te këto? Po unë mendoj se është më mirë ndoshta me bën diçka, por unë prapë të vi edhe të rri të bëj një intervistë me Rene, njofi pak Renea, se sa të dal edhe të bëj diçka, edhe të bëj si është më mirë me i bën gjonat, edhe mos me u dit, se me u dit edhe mos me i bën. I stand by this word. Ore, e kuptoj absolutisht çfarë po thua. Edhe unë mendoj se është më mirë me nejt në punë tonë edhe me nejt rahat. And when it's time for you to show teeth on the streets, you show teeth on the streets. Dhe unë aty po dal te dhëmbët që tregohen në rrugë. Po përpiqem të gërmoj pak te shkuara jote. Po, ne kena fut dhëmë me shumë njerëz. And everybody knows everybody. Okay. Secili e një secilin. Në Shqipëri apo? Në Shqipëri. Okay. Po. Ke pas shumë situata të tilla? Jo shumë, po kam pas situata. Edhe secili e një secili. Krejt e dim se kush është kush. Me njëri tjetrin. Është shur si janë si rrethë si do e përshkruaj. Bravo. Unë me ty. Ti me njerëz të tu edhe unë me njerëz të mi. E marrësh. Edhe unë e di se kush je ti edhe ti e din se kush jam unë edhe njerëz të mi e din se kush janë njerëz të tu edhe sa vlen të dy palë për të dy palë. Ço mendon se janë rregullat primare të rrugës për të qenë i respektuar? Asnjë gjë, rregullat primare të rrugës duhet me hi me pa pak vendeta. Në Shqipëri nuk ka shumë. Shqipëria prapë është një gjë shumë e vogël. Because you've seen what goes on in America. Po. So you talk atje për një fjalë, you get licked. Po, normal. Po edhe këtu ashtu është se këtu. Po edhe këtu më se zjen kod mos e fut kod. Nuk është, po, zjen gjatë gjithë kohës, po këtu ma shumë problem mund të bëjnë një 14 vjeçar me një 15 vjeçar me një tjetrin. E kuptoj. Se artistat janë të rretëm. Po. Plus you go through problems and ti je në gjitën me problemet when you have nothing to lose. E kuptoj. When you gain everything and you got a lot to lose mrapa, unë s'mendoj se është kërkush idiot mjaftueshëm, me pas shumë me hup edhe me i rreziku krejta për kur gjë. E kuptoj. Absolutisht. Edhe i make sense, apo jo? Absolutisht. Edhe unë për shembull mendoj që kam pas një periudhë të gjatë shumë agresive që isha shumë gati për sherr çdo moment. Dhe pastaj fillova të kisha shumë gjëra nëpër duar që duhet kujdesesha dhe isha kështu, okay. Prit se tash nuk mund apo. Si vije ta kuptoj, mbami gjona ta kuptoj. Përgjithësi të rrisin si person. Absolutisht. Të rrisin shumë si person, unë për atë punë tash ndoshta jam që tu qysh ku jam bë me familje, po krejt njerëzve ju duhet me u qetësu pak, më ra pak më kam tokë. Se nuk është jeta nuk është
sikur filmin që ti e nxjerr edhe se ke ngjuj pjesë edhe e kthen prap për me ngju atë pjesën që se keshe ngju. It goes, it walks by, time never stops, time's ticking. You have to be you at all costs. Duhet me amajt vetes fort, me amajt vetes. Unë ka ndodhë gjona një që unë s'kam mënu si muna me i kalu kur e për këtë jetë edhe më pas pyet, më pas pyet, do më thonë qa një gjonë që ty s'menon si muna është me e kalu, unë pikrisht do kisha thonë qa më ndodhi para 2 muajve, por që forca për me më posht dhimbjen nga Zoti prap, se unë jam edhe pak shumë, jam pak muslimane. I devotshëm. Jo i devotshëm s'jam. Okej. Se më vjen keq me i shoh ato që janë devotshëm, si muslimani i devotshëm, po vetëm e du shumë Zotin. Po. Edhe më ka dhënë Zoti ashtë shumë forcë që më ka lu dhimbje që unë mendoj. Sot më pyet, prap sot më pyet, se di, tham nuk muna më kalu. Por që e kam kalu. E kam kalu atë. Do me thonë, për që të punë është jeta është bo me u jetu. Nuk është bo jetë, a shumë e shkurt për me pas gjona ti me regret. Why did you do this, why did you do that, so you better duhet më najt pak me kam tokë, duhet me ditë me prek për tokë. Se kur në hasë thujnë kur qohesh pesh, e thënë kryet. So, nuk është mirë më u Më thuj për pesh. shembull një gjë shumë vështirë që ke kaluar, Humba djali. që po e di këtë gjë edhe vjen shumë keq. That's the saddest Dhe mendoj thing that që been happening to me absolutisht, my entire life. mendoj që ke akoma kohë për të deal with it, se është e freskët, ta kupton, por Unë shqyr Zoti kam pas 3 gocat që kanë ndihmu shumë to get through stuff, se s'kam pas kohë më mërzit se ato janë dvogla, ato se kuptojnë, ato nuk janë koshient të mjaftueshëm që ta kuptojnë që ty të ka ndodhur diçka dhe unë duhet të rri, jam kupton, edhe ato kishin nevojë për përkujdesjen e vet. mendoj që për ato Edhe na është kanë ndihmu mirë. shumë, plus me fol drejtën. Se që ka është momenti i parë si flas për këtë gjë, unë kam qef me i falenderu krejt njerëz se më kanë nejt shumë, më kanë nejt afër, do me thonë. Moment, unë kam postu vetëm diçka, kam postu diçka ku kam shkrujt, where I've been appreciating my wife for what she going through and stuff like that, edhe më kanë shkrujt 50-60% e showbizit, më kanë shkrujt njerëz. E shokët e dashamirët normal, i kam pas offer, jo vetëm nëpërmjet telefonit, po i kam pas offer fizikisht, edhe in person aty. Po, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë me kalu dhimbje të tilla, por që nuk e di, njëri merr një farë levitate, like your spirit fillon të lidhë më shumë shpirtërisht edhe me njerëz që ki. Fillojnë ndodhin çdo gjëna, mendon se çdo gjë e kupton se çdo gjë ndodh për një arsye, e kupton që ka qenë, a din, është diçka e caktuar. Absolutisht. Edhe me desh tonë edhe me bon gjithçka në këtë botë, it's not anything that can change. Po, për shembull, pavarësisht, do me thënë, se unë e kuptoj që është herët për ty, po çfarë do t'i thojë ti një personi që e kalon këtë gjë? Edhe mendoj që kjo të ndihmon edhe me veten në këtë kohë. Unë mendoj se është unë prap të njëjtën gjë do them, është një lidhjesh, është një damar më shumë shpirtëror mes teje edhe krijuesit. Nëse dikuj ndodh ajo gjë, do me thonë, ai personi që po kalon këtë gjë ka një lidhje më shumë me krijuesin e vet. Se tash e ka një angel, atje edhe mundën. Ne kuptoj çfarë po thua. Një nga hoxhët më me emër në Shqipëri, hoxha Ahmet Kalaja, më ka shkruar një gjë shumë të bukur. Ke kontaktuar me të? Po, kur kisha rastin, ai më ka kontaktuar vetë, më ka shkruar një mesazh. Okej. Edhe
është mesazh që mund është me e marrë për njerëzve që din, s'ka lidhje se qa fe, am kupton, mund t'jeti krishter, absolutisht, mund po. t'jeti krishter, por që din, like, he's a bishop or something, ose mund t'jet musliman, edhe është imam, por që këto lloje mesazhesh i merr vetëm nga këto lloj njerëzish, am kupton, që kanë lidhje ekstra të veçantë me krijuesin. Edhe më ka shkruajt aty ca gjëra shumë bukura që unë do me thonë, nëse nuk do të kisha lexu nga një person që do me thoshte, unë s'do ta kisha kuptu aq thellë lidhjen mes meje dhe krijuesit. Se di, krejt njerëz kush do ka kalu gjona të tilla, edhe inshallah nuk i bën kur kujt në jetë me kalu gjona të tilla, vetëm duhet me qenë të fortë edhe mashkullive, duhet me burrave. Burrat duhet me u najt afër nanës fëmijëve të vet, grave të veta, në ato momente se janë momentet më vendimtare për shëndetin mendor. Një femre, se shëndeti mendor Për të dyja palët. ka shumë rëndësi. Sidomos për femrën në ato momente se në fakt femrave ju ndodh që edhe se kuptojnë për momentin. Se çdo gjë është vish një traumë shpejt. Edhe je çik And it happens after 2 days that you start e proceson. recognizing what did even happen. Unë për shembull kam kalu, se di, mu Allah i mam ka dhënë shumë forcë dhe kam kalu mënyrën ma të lehtë që kisha menduar në herë që e kisha kalu, më kanë nejtë shumë njerëz afër. Më pyeta jam mërzit maksimalisht, din se përshkruajnë do të fjalë, por që prap forca kam bizotru edhe dëshira, është dëshira e krijuesit që ta kishte. Mendoj që pas unë e kam marrë në krah. So I'm happy with my life, sa e kam marrë në krah. Kam edhe varsën me dole në voçkel. Let me see. This was his That's hand. so cute. Yes, and I wrote Ku here paska lots of shkrumenja. love that, yeah. So cute. I got the handprints and the footprints. Pse se And I keep them in his room. He's got a room. Okay. Even though he's not here, he's got a room. He's got his own cupboard and stuff like that. He's here. So, yeah. You know what I mean. Pse se bot, What can we do? pse se boj varsë kështu reperit madh shumë. I've got one coming up. I Për don't want to zotin. talk about that yet. I'll show you in private. Okej. Dalet 2 sekonda ta shikojmë një çik varsën me diamanta. Unë fakt jam shumë i fiksuar. E po tash Se unë rri me njerëz, rri me gjuisha edhe nuk jam shumë i fiksuar. Ato më kanë mësuar Florini më mirë, thonë se diamantat, po. Ore diamanta bling ishte Po, ideja. po. Kupton, nuk e kisha Pse s'ka internet shto, bro? Na kanë dhënë internetin. Pse se ke paguar ofertë? Jo, pse s'ka 5, pse s'ka 5 gëra. Është i çikish, është i çikish. Harrova me ta thënë këtë Te fakt. muslim. Po s'ka që se ma trego pastaj. Te muslim. Anyways, it's written. Mos na nxirr lokacioni. It's written Mason because his name was Mason. Ku e ke porosit në Shqipëri? Kejsar është një, he's from Sweden, I think. Okay, cool. No, I don't work Ta with bëj Albanians like punim that. tamam. They're going to be long. Okay. Po diçka që ke kaluar që të ka shërbyer me vërtet tani when you look back at it, thu shqyqyr që më ka ndodhur kjo gjë se nuk do isha bo kaq i fortë për shembull. Kam boj aksident herë. Edhe unë se kam kafshimin drejt. Okay. Dhëm për dhëm, më kupton. Edhe kjo më ka ndihmu, kam qenë të kput gjuhën. Like I've got 13 stitches on my tongue. 13. 13 stitches on my tongue. Wow. And it goes like this. Do më thonë u. Okay. Si U-turn. Aksident qa me car crash. me makinë, okay. Yeah, car crash. And nuk. The only thing that I'm never gonna do is Ti japësh me regret. If
me të ndodhë diçka pa prit del goma edhe ti e ban një aksident edhe dikush dëmtohet ose diçka prapë gjysmë të keqe se ka dal goma, më kupton, është një shkak, është diçka pak më larg. But you being under influence of smoking weed and shit like that, and you go and wrongly hit somebody else, and now somebody else, tash dikush tjetër duhet me vujt se ty tu ka tek me pi bar, edhe me ecë me makinë dhe nuk... Po pse nuk jep me fare makinës shumë në gjendje? Jo unë jap makinës, po se jap kur mo në jetën teme nuk jap në gjendje të dehur. Asnjëherë në jetë. E kuptoj. Merr një shembull. Mos sa është me marr shembull, po është mos më u bë. Ajo in America driving under influence gets you to prison. Jo detyrimisht o shoku. Jo detyrimisht, po No, if you white, no. Varet mos se nuk është më aq keq sa po I think so. In England driving under influence, at least. At least you're going in for a record. I mean, they're gonna hold you 70, kanë me të marrë 72 orë, ka me lëshu ma 72 orëve, but it's gonna be for the rest of your life on your record that you got caught driving under influence. E kuptoj. Kështu që sa është e vlefshme më këtë. Unë shqyqër zoti kam kalu këto gjona, e kam marrë në dushkushmërinë që a desht me e marrë. Më mbjen keq për që ka pas ndodhë atëherë, por që unë nuk jam maj. Nuk bënd fjallë, edhe jam kon i ri. Bëhet qefi që evolon o zemra, se shumë njerëz ngesen kështu në rrotë dhe nuk e zinë fare. People acting their age is the best thing that can happen to të njerëzimi, vesh njerëz me act si kur mosha vetë. Unë desha të të pyes, me thënë drejtën, dhe doja bëj vetes këtë dhurat. Këtë mëkat, a kupton? Këtë pyetje. Do ma bësh një dis. Ty më të bëj dis, po ti e goce mirë më. Do ma bëj dis. Përpiqut ma bësh një dis, inshallah nuk më degeneron fare, do përpiqem që egoja ime mos të shpërthej kështu nga vendi. Kush në mbaj duart mos Alright. A dis apo something to make you look? Ma mirë something to make you look a bit better. Mirë jam unë, e kupto. A bit better is never wrong. Okej. Si dush. Po pra, po ti po më thumë me të bëj dis ma mirë, pak ma mirë se pak ma keq. Si dush. Si të vi. Hanaj patate, unë dhe vetëm. Okay. Marina, you know, si in bashkë me Divan në emision Zero Fucks Given. Gang shit, man, ty ta dim shpijen. Gang shit, man, ta shpërthej ma vlijen. For sure. So, I don't like to go back to the gangster part, I told you, pse mi kujton disa të si. E po duhet i qik të dalin këto të plasmet e avlijave këto njërë. Unë që edhe me shku 20 vjeshti zemra prap të dalja Papa, ajo pjesa. still the beast is gonna be inside me, maybe he's gonna be sleeping, but if I try too hard. Po, do zgjohet, se s'ka nga shkoa, kuptosh, e brëndshme e gjëja. By the way, I like the picture. Shumë faleminderit, e kemi në shitja. Po patë në internet. Torba, ta marrën këtë pikturën vllai, si në Louvre atje. U bën nomi atje. Okej. Thyhet muzeu i Zero Fucks Given për shemb. Si? Thyhet muzeu i Zero Fucks Given. Po, një shit. Grabitën 2 ushtar. Okej. Unë me thënë drejtën, u futa kaq thellë në muhabet, sa që as pyetjet nuk po i shifsha fare, a kupton, thjesht I let the conversation be, take it where it was supposed to go. E shijova shumë edhe me shumë kënaqësi kur t'na bie rasti prap me u taku për zotin se you're very cool për zotin. Faleminderit shumë që më keni pas. Edhe unë ta tregova pak kështu në privat se si të njoh për herë parë kush më ka tregu, kush më ka diftu videot e tua. Unë tani më pëlqen njerëz danoh që më fol drejt, më pëlqen njerëz
qa me Takes lojnë. one to like one, you feel That's me? what I'm saying, bro. Has to be natural. Gjanat janë me t'lindme, nuk janë me t'bleme. Nuk ka lidhe sa lek pagun reklam. It all has to be in you. And if it's in you, nobody can take it from you. Do e japësh një këshill rove si t'jenë më shumë vetvetja. Vetvetja, Po, si qa se mendon. rrini ma shumë mesull, for sure, rrini ma shumë mesull, Sa, edhe pa një tjetër. puni edhe herë me vetën në juj. Because most of you people who doing shit, Edhe jërë dojmë, shqip, shafsh Rrini vetja, mos pini budalliqe edhe njifeni vetën, bini në dashuri me vetën që t'keni që adhuroni edhe për tjertë, t'keni dashni me dhanë edhe për tjertë, t'keni support me dhanë edhe për tjertë. I like being here, më pëlqen shumë, and I like this podcast a lot. And I've been like you, following you, and cuz. I've been following you. Thank you, you cool as fuck too. Të ta jap dhe këtë shampon sepse ty duhet të... Po, kjo është shampa, kjo është e fundit, do me thonë para se me shku edhe me taku ato me gjylpana që eshin nga këtu edhe vejnë këtu. Po, kjo pastaj përdoret pas asaj. I don't know what hydrating shampoo for all hair types. La Cora premium hair care. Jo, cuz. Since because it's premium, so it's gonna be alright. Okay, Thank you. thank you, cuz. Je një kur zotin. Faleminderit shumë. Thanks for being here.